Përleshje në Parlamentin e Maqedonisë mes mazhorancës dhe opozitës për buxhetin 2013 shënojnë disa të plagosur evakuohet kreu i kuvendit. Debat në komisione për ndryshimin e ligjit për prokurimin publik, opozita shqetësim për shpërndarjen abuzive të reklamës shtetërore. 88 vjet nga rrëzimi i qeverisë së Nolit përurohet në Tiranë shtatori Ahmet Zogut. Reagojnë historianët për simbolikën e datës. Qeveria greke heq pensionet për 18.000 minoritarë në Shqipëri si pjesë e masave të kushtimit. Omonia deklaron cënojnë mira familje. Rjeti i njohur i supermarketeve Konad më afër konsumatorit në Tiranë hapen 2 pika të reja me oferta të shumta për klientët. Këto janë lajmet. Ky është Vizion Plus. Përshëndetje të nderuar teleshikues. Tensionohet situata në Shkup të Maqedonisë. Deputet të mazhorancës dhe opozitës mbështetur nga militantët janë përplasur fizikisht para parlamentit dhe brenda tij, duke shkaktuar disa të plagosur. Shkak i konfliktit është bërë projekt buxheti 2013 i cili ka hasur kundërshtimin e opozitës. Aktualisht parlamenti mbahet i bllokuar ndërsa kryetari i tij është evakuar nga forcat e sigurisë. Megjithatë mësohet se buxheti sapo është miratuar. Kundërshtimi i ashpër që opozita maqedonase drejtuar nga ish-presidenti Branko Crvenkovski po i bën projekt buxhetit 2013 ka tensionuar situatën në Shkup. 2 grupe mbështetësish, njëri i partisë opozitare LSDM dhe tjetri i qeverisë së drejtuar nga kreu i VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski, janë përleshur me gur dhe drunj përpara kuvendit. Si pasojë e këtij konflikti, janë shënuar disa të plagosur. Përplasje fizike ka pasur dhe brenda kuvendit mes deputetëve të opozitës dhe të mazhorancës. Ligjvënësit e LSDM-s kanë bllokuar hyrjen në sallën e seancës plenare të deputetëve të shumicës. Tentativa e këtyre të fundit për të futur në sallë përmes një hyrje alternative ka sjellë dhe reagimin e turmës së opozitarëve, duke bërë që situata të degenerojë në përplasje fizike mes palëve. Deputetët e LSDM-s kanë sulmuar dhe kreun e kuvendit, Trajko Veljanovski. Aktualisht deputetët e opozitës vijojnë të mbajnë të bllokuar parlamentin. Partia shqiptare në qeveri, BDI, është shprehur pro buxhetit të ri, ndërsa ato në opozit janë shprehur kundër. Megjithatë, deputetët shqiptarë nuk janë përfshirë në konfrontimet fizike. LSDM këmbgul se buxheti 2013 nuk duhet miratuar, pasi sipas saj i shërben rritjes së kapitalit politik të kryeministrit Gruevski dhe nuk është në të mirë të qytetarëve. Opozita kundërshton miratimin e buxhetit për shkak të refuzimit të kërkesës për shkurtimin e mbi 200 milion eurove, që beson se qeveria do t'i përdorë për shpenzime që promovojnë punën e saj dhe jo për projekte konkrete investimesh. Ndërsa në Tiranë prej më shumë se një ore, Këshilli Bashkiak i Kryeqytetit po diskuton mes debatesh dhe akuzash draft buxhetin për vitin 2013. Sipas këshilltarëve të majt, projekt buxheti është jo realist dhe as pak transparent, duke nisur që nga shtyrja e fatit për ndërtimin e veprave publike nga 2013 apo 2015 apo dhe punësimet e militantëve. Por për nënkryetaret e bashkisë, Jorida Tabaku, e cila drejtoi mbledhjen pas largimit të Bashës, projekt buxheti është transparent dhe i hartuar duke u bazuar nga përvojat e qytetarëve. Megjithatë, Tabaku pranoi se ka patur vonesa në hartimin e draftit për 2013 e përpasoi dhe ndryshimeve të kostove. Këshilltarët e majt e deklaruan votën kundër jo vetëm për buxhetin e vitit të ardhshëm, por dhe kundër planit të ri urbanistik të Tiranës, një tjetër pikë e rendit të ditës që pritet të shkaktojë debat në mbledhjen e sotme. E grupeve të cilat do të punojnë në terren, grupe të cilat nuk ka nevojë që ata që kanë nevojë të shkojnë në këto qendra, por vetë grupe të shkojnë në familje të cilat kanë nevojë. Faleminderit. Ju faleminderit zonja Sellaku, po zonja Afisi. Faleminderit kryetar, përpos diskutimit. Ishim drejt për të bret me mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Tiranës, do të vijojë më tej ndryshimet në ligjin për tenderat publik, do të heqin institucionin e avokatit të prokurimeve dhe do t'i shpallin gjërat të vlefshme dhe nëse ka një ofertë të vetme. Për opozitën amendimet po bëhen nga qeveria me synimin për të mbyllur investimet para zgjedhjeve të vitit tjetër. Procedurat për prokurimet publike do të nisin me njëherë pas miratimit të buxhetit dhe jo siç ka qenë më parë kur bizneset që konkuronin duhej të prisnin për lëvrimin e fondeve nga qeveria te drejtoritë përkatëse. Gjatë paraqitjes së ligjit të ri për prokurimet në Komisionin e Ekonomisë,
Drejtorisha e Agjencisë së Prokurimeve sqaroi se me hyrjen në fuqi të amendimeve, pushon se ekzistuari avokati i prokurimeve dhe se tenderi mund të jetë i vlefshëm edhe nëse paraqitet një ofertë vetme. Procedurat e prokurimit nga autoritetet kontraktore mund të fillojnë me miratimin e ligjit buxhetit në parlament. Pra, pa pritur çeljen e fondeve në llogarit përkatëse të autoriteteve kontraktore. Ndryshimi i dytë është vazhdimi i procedurave me një ofertë të vlefshme. Aktualisht, zgjidhja që është dhënë në legjislacionin e prokurimit publik është vazhdimi i procedurave vetëm nëse ka dy oferta të vlefshme. Mendimet e reja që vinë sot parashikojnë mbylljen e institucionit të avokatit prokurimit. Por socialistët i kanë kundërshtuar këto ndryshime, të cilat sipas tyre vijnë vetëm për qëllime elektorale, në mënyrë që qeveria të përfundojë investimet para zgjedhjeve të qershorit. Vini dhe thoni që jo, ky institucioni nuk na duhet më, na duhej deri në atë moment që ngritëm si të tillë, sot nuk na duhet më. Për të mos folur pastaj për paratë të taksapaguesve shqiptar që janë harxuar gjatë kohës që ky institucion ka funksionuar. Ju vini dhe ndryshoni një nen shumë të rëndësishëm që është çelja e fondeve në moment e për prokurim në momentin që çelet buxheti, për të përshpejtuar tenderimin me që vim në një vit elektoral. Që nga koha e miratimit fondeve, deri në fillimin e momentit që të realizohet projekti, kalon një kohë relativisht e gjatë, rreth 6 deri në 7 muaj. Përgjithsisht ne na zëvera me fillimin e realizimit projekteve. Kjo ndikon edhe në cilësinë e punimeve, pasi koha që i ngelen dispozicion është e shkurtër. Opozita kërkoi që Agjencia e Prokurimit të kontrollojë edhe mbarvajtjen e punimeve për tenderat që jep, pasi një pjesë e mirë e tyre nuk arrin që ta përfundojnë projektin brenda afateve. Ne shikojmë investime që mbeten e zvariten pafund se arrin konkurrojnë me njëri me 30% apo 50% të vlerës. Nuk e paragjykoj dot se kompania ka ekspertë e saj. Por procesi prokurimit publik ju nuk jeni atje thjesht për të shpallur një fitues. Një nga detyrat bazë të institucionit të krijuar me ligj dhe çam është të studioj provojat më të mira në botë, ta ndjek procesin në të gjitha fazat, dhe të arrihet të na ndihmojë ne çfarë ndryshime ligjore duhet të bëjmë që eficienca e parave të rritet. Ndryshimet e reja në ligjin për prokurimet kaluan vetëm me votat e majorancës dhe do të miratojnë ditën e njëjtë në parlament. Opozita ka ringritur shqetësimin e shpërndarjes së abuzive të reklamës shtetërore, ndërsa diskutojnë në Komisionin e Integrimit ndryshimi i ligjit për prokurimin publik. Socialistët morën shumë shembuj flagrant të dhënies së parave shtetërore në mënyrë klienteliste. Majoranca nga ana tjetër nuk kundërshtoi këtë pretendim, por tha se bëhet fjalë për shuma të vogla në buxhet. Opozita në Komisionin e Integrimit abstenoi për ndryshimet e sjellura nga qeveria në ligjin për prokurimin publik. Kryetari i Komisionit Ditmir Bushati tha se ligji lë qëllimshëm shumë hapësirë abuzimi me paratë e buxhetit të shtetit. Të majtët referuan disa raste të publikuar edhe në media kur ministri apo ende shtetërore kanë shpërndar para publike pa tender. Ndërto veçohen 17 milion dollar reklama dhënë medjave pranë ekzekutivit, 150 milion lek prej të cilave i ka prokuruar pa tender një repart ushtarak, 1.1 milion euro nga Ministria e Integrimit për blerje fishek zjarrësh dhe raste të tjera flagrante. Vota ime është abstenim për një gjë, sepse nga një ran, që t'ja shpjegojmë edhe zotit Sheu, nga një ran ju mund bëni kozmetik në këtë proces, edhe thoni që kemi sjell një, ja ta them deri në fund. Dhe ju keni sjell një tabel përputhshmërie që thoni ja se e hodhëm edhe kësaj radhe, dhe nga ana tjetër situata do të vazhdojë të jetë ajo që është, sepse nuk ka asnjë lloj indikatori që situata do të vijë duke u përmirësuar. Vetëm reklam televizive është s'disa milion dollar apo s'disa milion euro, e cila është para taksapaguesve shqiptar, e cila nuk ka të bëjë as me mbrojtjen kombëtare as me asnjë gjë tjetër. Është një abuzim i cili do duhet që të ishte ndaluar. A keni fuqiu për ta ndaluar? Por demokratët thanë se përqindja që zën paratë shpërndara pa tender është shumë e vogël në buxhetin e shtetit. Ndërsa për sa i përket atyre që u trajtuan si përjashtime, duhen parë në dy këndvështrime. Këndvështrimi i parë duhen parë njëherë për masat. Dhe po të shikosh nga pikpamja e përqindjes së fondeve buxhetore, të gjitha ato nuk përbëjnë as 1% të buxhetit të shtetit. Ndërsa ndër ndryshimet në ligjin për prokurimet publike veçohen vlerësimi i firmave me pikë dhe jo me ofertën më të ulët, apo mos skualifikimi menjëhershëm i firmave që mund të kenë lidhje me antarë të komisionit tenderues, por lënia hapur e mundësisë për të tërhequr vlerësuesin.
88 vjet pas rrëzimit të qeverisë së Nolit në Tiranë është përuruar shtatorja e shmbretit Zog. Kryeministri Berisha kundërshtoi zërat që paraqesin Ahmet Zogun si tradhtar, duke thënë se ai luftoi duke qenë në mërgim, por dita e zgjedhur për përurimin ka ndarë në qëndrim edhe historianët. Gati një muaj pas datës së planifikuar në bulevardin Zogu i Parë, u inaugurua këtë të hënë shtatorja i shmbretit Zog. Vepra u shpalos nga antarët e familjes mbretërore, legalistë si dhe nga kryeministri Berisha. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë ju rikthye një pikë të debatuar të historisë, duke deklaruar se Zogu gjatë pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste nuk kapitulloi, por luftoi në mërgim. Nuk pranoj të kapitullonte dhe vendosi të vazhdoj luftën në mërgim. Do të ishte një nga të parë në Europë që do shpalte luftë pushtuesve të Shqipërisë. Ahmet Zogu jetoi dhe vdiq si njeri prej antifashistëve më të vendosur të Shqipërisë dhe të Europës. Por kjo e hënë shënonte në kalendar datën 24 dhjetor, ditë e cila përkon me 24 dhjetorin e vitit 1924. E thënë ndryshe, plot 88 vjet nga koha kur Zogu rrëzoi qeverinë e Nolit dhe ktheu legalitetin. Ndaj inaugurimin shtatores u zgjodh enkas në këtë ditë, edhe pse historianët ndahen në qëndrime. Për Beqir Metën kjo datë shënon një epokë të rëndësishme, ndërsa studiuesi Artan Lame shpreh se përurimi i sotëm është bërë qëllimisht për të lëkundur figurën e Nolit dhe për të larguar vëmendjen nga plani rregullues i Tiranës. Qeveria e Nolit jo vetëm thjesht përmbyset nga Zogu në mënyrë të armatosur, por vetë ajo ishte futur në krizë qeverisja, për arsye se ish aleatët e tij të opozitës që kishin ardhur në pushtet nuk kishin të gjithë një qëllim. Në këtë rast 24 dhjetori shënonte rënjen e kësaj tentative, le të themi, që për të ndërtuar diçka të shpejtë dhe progresive dhe fillimin e një etape tjetër. Jo më kot bëhet ky përurim sot për ta lidhur dhe për të në një farë mënyrë për të tërhequr vëmendjen e publikut nga çështjet e ditës. Është realisht e pa frutshme dhe pa asnjë sens që të flasësh për monumente e për historira të tilla të para 80 apo 90 vjetëve, kur dhe të lësh me një anë atë që po i ndodh pikërisht sot qytetit. Shtatorja Ahmet Zogut mban firmën e skulptorit Kreshnik Xhiku. Ajo është mbi 3 metër e lartë dhe është derdhur në bronz. Analistët mendojnë se një front i gjerë opozitar ku do të marrin pjesë edhe forcat e reja Aleanca Kuqezia apo Fryma e Re Demokratike do të sillte fitoren e socialistëve dhe koalicionit të saj. Megjithatë, problemi kryesor mbetet dëmtimi i imazhit që mund të pësojnë partitë e drejtuara nga Spahiu e Topi për shkak të një aleance të mundshme me Ramën. Një koalicion i gjerë i udhëhequr nga Partia Socialiste dhe ku përfshihen përveç aleatëve tradicionale dhe partitë e reja, Fryma e Re Demokratike dhe Aleanca Kuqeziri dukshëm shanset për fitoren e opozitës në 23 qershorin e 2013. Ky është leximi që i bëjnë skenës politike, analistë dhe politologë, të cilët theksojnë se sistemi elektoral favorizon koalicionet e mëdha. Sigurisht teorikisht i rrit shanset. Megjithatë, këtë deklaratë të Partisë Socialiste për frontin opozitar, unë shikoj si një indikator që në fakt shpjegon 3 fenomene me të cilat mendojnë do të përballet politika shqiptare në zgjedhjet e 2013-s. Dhe Partia Socialiste në posaçme. Së pari, mendoj që betejë e 2013-s do të jetë më pak një betejë e ndërtuar mbi një ofertë programore dhe më shumë e ndërtuar mbi strategji dhe kalkulime paraelektorale. Së dyti, shikoj që ka një rritje të vetdijes nga Partia Socialiste, kupton që ka nevojë për të tjerë në mënyrë që të fitojë. Dhe elementi tret apo fenomeni tret mendojnë është bindja tashmë apo nevoja apo shqetësimi që ka Partia Socialiste, por jo vetëm, edhe Partia Demokratike, rreth shprishjes së bipolarizmit në Shqipëri. Nëse bëjmë një mbledhje mekanike të votave, të paktën nga këto sondazhe që kemi parë deri tani, një front i gjerë opozitar mund të kalojë 55 ose edhe më shumë %. Por pavarësisht përfitimit që Partia Socialiste do të ketë nga një koalicion i tillë, analistët gjykojnë se aleanca me FRD dhe AK është pothuaje pamundur, pasi do t'i dëmtonte këto parti të reja.
Gjasat që në praktikë kjo të ndodhë në vështrimin tim janë thuajse të pamundura. Janë thuajse të pamundura sepse hynë në konflikt me arsyet përse këto dy forca politike kanë lindur. AKS i intereson me qënë se merë vota dhe të majta dhe të djatha. Ndërsa FRD-s për mendimin tim nuk i intereson të jetë në koalicion me Partinë Socialiste, sepse do ketë një rrudhje të votave të saj drejt për drejta, me qënë se kryesisht merë vota të djatha. Deri më tani, çdo ftesë e Partisë Socialiste për një koalicion parazgjedhor me Frymën e Re Demokratike dhe Aleancën Kuqezi është refuzuar nga liderët e këtyre partive, të cilët 6 muaj para zgjedhjeve deklarojnë se do të garojnë të vetëm. Qeveria e Greqisë do të heqë pensionet për 18.000 minoritar grek që jetojnë në Shqipëri si pjesë e zbatimit të paketës antikrizë kërkuar nga huadhënësit ndërkombëtar. Megjithatë, autoritetet helene janë shprehur se po kërkojnë një tjetër mënyrë për mbështetjen e kësaj shtrese. Rreth 18.000 minoritar grek nga Shqipëria do të privohen nga e drejta për të përfituar pensionin minimal prej 330 eurosh nga OGA, Instituti i Sigurimeve Agrare në Greqi. Vendimi është pjesë e paketës së masave shtrënguese që Parlamenti grek miratoi në këmbim të ndihmës financiare nga huadhënësit ndërkombëtar. Megjithatë, zyrtarët e Ministrisë Greke të Punës janë shprehur se ky vendim i qeverisë mund të rishikohet ose të paktën të gjendet një mënyrë tjetër për mbështetjen e të ashtu quajturve vorjo period. Ndërkohë, në mbështetje të kësaj shtrese, deputeti i Demokracisë së Re Yanis Mihelakis ka kërkuar interpelancë me të gjithë ministrat e qeverisë së Samaras. Mihelakis ka thënë për mediat se ndërprerja e pensioneve për shtetasit homogjen grek nga Shqipëria do të vështirësonte së tepërmi jetesën e tyre, si dhe do të sillte rrezikun e largimit të tyre nga vendi ku kanë lindur. Pas censusit të fundit të pensionistëve nga 20.000 përfitues të këtyre pensioneve, 2.000 personave mbi moshën 65 vjeç ju hoq kjo e drejtë. Tashmë me masat e fundit të reduktuese që kalojnë në nëntor Parlamenti helen, rrezikohet ndihma edhe për 18.000 të deklaruarit si minoritar në jug të Shqipërisë. Organizata Omonia ka kundërshtuar me forcë vendimin e qeverisë greke në Athinë për heqjen e pensioneve për mira minoritar në Shqipëri. Kreu i Omonias në Korçë Ligoreq Karamelo tha se është drejtuar zyrtarisht qeverisë helene për të rishikuar vendimin, pasi ai cënon jetesën e mirë e familjeve. Nisma e Greqisë për të hequr pensionin edhe 18.000 minoritarëve që jetojnë në Shqipëri kundërshtohet nga krerët e Omonias. Ligoreq Karamelo, kryetari i Omonias për qarkun e Korçës, i bën apel qeverisë greke të rishikojë vendimin, ndërsa e ka dërguar një shkresë zyrtare kryeministrit Antoni Samaras për këtë çështje. Sipas kreut të Omonias, projekt ligji dëmton interesat e minoritarëve që jetojnë në Shqipëri. Këtë mas ne e kemi pritur jo mirë, kemi bërë edhe një reagim zyrtar si organizata Omonia, edhe një lutje duke u drejtuar edhe qeverisë greke, edhe partive politike, edhe partive opozitare në Greqi, të gjithë opinionit publik në Greqi. E mirë kuptojmë situatën e vështirë ekonomike, por për hir të vështirësisë që po kalojnë këto familje, ne ju bëjmë thirrje atyre që të marrin të gjitha masat, të paktën për të mundësuar pajisjen e kësaj kategorie njerëzish të kenë mundësi për të vazhduar jetën e tyre. Vetëm në qarkun e Korçës përfitojnë pension nga shteti grek 1.200 të moshuar. 330 euro është vlera e pensionit që qeveria greke u jep çdo muaj. Prej vitesh pensionistët minoritar që jetojnë në jug të vendit, kryesisht në qarkun e Korçës, Gjirokastrës dhe Vlorës, krahas pensionit që u jep qeveria shqiptare, përfitonin pensione edhe nga shteti grek. Ndërkohë, pjesë e paketës së Greqisë për të tkurrur shpenzimet është edhe heqja e pensioneve për minoritarët që jetojnë në Shqipëri. Përjashtim nga ky vendim bëjnë vetëm ata të moshuar që dokumentat për përfitimin e pensionit i kanë bërë 20 vite më parë dhe të moshuarit që nuk përfitojnë pension nga qeveria shqiptare. Dhjetori është muaji i tretë që po mbyllet pa pensione për invalidët e Korçës. Kjo situatë ka detyruar ata të dalin në protestë para prefekturës. Të irrituar nga mungesa e fondeve, invalidët thonë se pensionet ju duhen sa më parë për të siguruar mbijetesën, duke blerë vetëm bukë dhe ilaçe. Nuk mendojnë për festa dhe as dhurata. Invalidët e Korçës kërkojnë bukë dhe ilaçe pasi prej 3 muajsh nuk kanë marrë pensionin e invaliditetit. Të indignuar nga eshtja e qeverisë, ata kanë dalë në protestë duke kërkuar parat. Po bëj 3 muaj pa marrë të invaliditit. I sëmur jam, i paralizuar jam. Ilaçet do i qipin dhe ka ilaçet. Ku si je unë tasia? Ka marrë akoma parat e fëmijëve që i kam të sëmur në shtëpi, i kam jetima, presin ilaçet,
Ku do gjë unë t'ja marrë me motra ilaçet? Pa buk, pa gjell, pa dru, lecka, po djegim në shtëpi, është gjuna. Invalidët janë drejtuar prefekturës ku një përfaqësi e tyre është takuar me prefektin Andrea Mano. Ata kanë shprehur nevojën për pagat e padhëna, si e vetmja mundësi për të jetuar. Në qarkun e Korçës janë rreth 2000 persona me aftësi të kufizuar dhe mira të tjerë në të gjithë vendin, që nuk kanë marrë prej muajsh pagesën e invaliditetit. Ndërkohë Ministria e Punës, edhe pse nuk ka dhënë zgjidhje, ka fajsuar pushtetet vendore për mos menaxhim të mirë të fondeve të invalidëve. Gjykata e Apelit në Tiranë ka lënë në fuqi masën e arrestit në burg për 40 ditë për Paro Laçi, një ndër aksionerët e klubit të futbollit Partizani. Paro Laçi është i kërkuar nga drejtësia italiane pasi akuzohet se në vitet 97-98 ka kryer trafik droge në vendin fqinj. Por i akuzuari ka mohuar akuzat duke thënë se në atë kohë ai akuzohej nga drejtësia shqiptare për çështjen e armatimit personal, të cilin e dispononte si punonjës i Gardës Republikës dhe që nuk e kishte dorëzuar pas trazirave. Sipas tij, ai nuk mund të gjendej në 2 vende njëkohësisht, por gjykata e Apelit nuk i ka marrë parasysh pretendimet e Paro Laçit, duke lënë në burg deri në pritje të ekstradimit. Konsumi tepërt i alkoolit i ka marrë jetën një të riu nga fshati Pishkash në Librazhd, ndërsa familja e tij shpëtoi për mrekulli vdekjes. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit duke u gdhirë hëna, kur 34 vjeçari Ilmi Mekshi është kthyer në gjendje të dehur në shtëpi duke terrorizuar familjarët. Ai ka marrë çiftën dhe ka qelluar mbi ta, fillimisht mbi të vëllain, ku natën më pas mbi nënën dhe babain. Duke menduar se i ka vrarë, 34 vjeçari ka qelluar dhe mbi veten duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Ndërkohë familjarët e tij janë dërguar në spital. Ata kanë marrë plagë në pjesë të ndryshme të trupit nga saçmat e plumbave, por për fat të mirë ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Klerikët e Krishterë urojnë besimtarët në të gjithë botën për festën e madhe të Krishtlindjes. Arqipeshkëvi i Tiranës Rok Mirdita dhe kryepeskopi i Kishës Ortodokse Janulatus apeluan për më shumë besim tek Zoti. Drita që udhëheq mbretërit nga e cila buron edhe tradita e ndriçimit të pemës së Krishtlindjes është drita për të cilën ka nevojë çdo njeri për të ecur drejt takimit me të vërtetën. Thjeshtësia dhe drita e Zotit qofshin frymëzim, jetë dhe burim gëzimi për çdo njeri dhe për çdo shqiptar kudo gjinet. Në këto Krishtlindje e përgjithmonë, për shëmot Krishtlindjet të gëzuar e të lumtur vitin e ri 2013. Dërsa shohim personin e Mesijes që po vjen, le të meditojmë me kujdes për durimin e Krishtit. Këtë durim pakjeje dhe pa epur lutemi të na dhuroje Perëndia. Dhe dielli i drejtësisë fitimtar do të ndrisë përsëri brenda rreve të zeza që shkakton kriza ekonomike, ankthi dhe pasiguria e epokës sonë. Me durim zemërgjerë, dhe të ecim gjatë vitit e ri, për të kapërcyer probleme e shumta dhe kundërshtit e papritura. Krishtlindje të bekuara, motra dhe vëllezër. Lumë shkarkimesh në skuadrën e Skënderbeut. Presidenti Skënderbeut, Ardian Takja, ka shkarkuar sot nga detyra zëvendës presidentin Ardian Kolçaku, drejtorin ekzekutiv Ilir Përmeti dhe gjithë punojësit e klubit që nga financa deri tek administrata. Shkak i kësaj fortune kanë qenë lajmet e kohëve të fundit për një lëvizje të madhe të lojtarëve të Skënderbeut në merkaton e janarit. Situata është tensionuar pas lajmit më të fundit që çonte futbollistin Orelesit e Wolfsburg për një shumë 600.000 euro. Sipas presidentit të klubit të Skënderbeut, asnjë lajm deri tani për largime nuk është i vërtet dhe nuk ka patur asnjë kërkesë në klubin korçar nga skuadra të huaja. Ndërkohë stafi teknik i Skënderbeut që nga Mireli Osa, Milutin Kërçiç është pezulluar deri në një afat të pacaktuar. Rjeti i njohur i supermarketeve Konad vjen më pranë konsumatorëve në Tiranë. 2 pikat e reja janë hapur në kryeqytet, njëra në zonën e Freskut dhe tjetra në rrugën Dremjeda. Edhe në këtë rast Konad vjen me oferta të shumta për klientët dhe sigurisht me origjinalitetin dhe cilësinë e lartë të produkteve që ofron. Dy qendra të reja Konad i shtohen kryeqytetit. Një prej supermarketeve është vendosur në afërsi të Freskut, në rrugën Muhamet Deliu. Rjeti prestigjioz italian po vjen përshtuar për familjeve shqiptare në lagjet ku ata banojnë dhe me produktet cilësore të kësaj marke.
detaje të veçanta për festat e fundvitit, produkte të botës së famshme gastronomike italiane dhe oferta për artikuj të përditshmërisë kanë tërhequr klientët. Janë gjitha të cilësisë mirë dhe kuptohet që edhe për ne është shumë mirë. Blem diçka që e vlen. Është një gjë e mirë. Kemi edhe një supermarket sepse neve si janë visa dalim, i mbledhim të gjitha edhe nuk kemi plotësojmë gjitha nevojat. Shumë cilësore, shumë të mira janë. Është mbushur plot, jemi shumë të kënaqur. Drejtuesit e rrjetit Konad vijojnë bashkëpunimet me biznesin, duke ju ofruar atyre markën prestigjioze, produktet e së cilës kanë garancinë e kontrollit nga laboratorët MNZ italian. Ne sot jemi të kënaqur për dy arsye. E para se po i sillim konsumatorit shqiptar ushqimin italian të garantuar dhe e dyta se po bashkëpunojmë me partner si Konad që janë me 50 vjet eksperiencë në supermarketet në Itali. Ata ofrojnë cilësi, freski ushqimore dhe organizim të punës. Ndërkohë që një tjetër supermarket është hapur në rrugën Brenieda, marka Konad e famshme për cilësinë e saj, por edhe për ofertat në këtë periudhë festash, ka ngjallur interesin e banorëve të kësaj zone. Shumë i këndshëm, shumë i mirë, çmimet shumë të arsyeshme, ja vlen për të ardhur këtu. Unë shikoj këtu një ambient shumë signifikativ me një asortiment shumë të pasur. Them që kjo do të jetë një kënaqësi edhe për gjithë popullatën e këtij rajoni, që viti i ri të kaloj sa më gëzueshëm, sa më mirë edhe me nivel të ushqimor të cilësisë lartë. Shumë i mirë, shumë me estetik, çmime shumë të arsyeshme. Cilësia? Tepër e mirë, jemi shumë të kënaqur. Këto supermarkete i shtohen Tiranës në këtë fundvit për t'i ardhur sa më pranë kryeqyteteve në atmosferën e magjishme të festave. Në lajme ndoqët përleshje në Parlamentin e Maqedonisë mes mashorancës dhe opozitës për buxhetin 2013, shënojnë disa të plagosur evakuohet kreu i kuvendit. Debat në komisione për ndryshimin e ligjit për prokurimin publik, opozita shqetësim për shpërndarjen abuzive të reklamës shtetërore. 88 vjet nga rrëzimi i qeverisë së Nolit prokurohet në Tiranë shtatori Ahmet Zogu, të reagojnë historianët për simbolikën e datës. Qeveria greke heq pensionet për 18.000 minoritarë në Shqipëri si pjesë e masave të kursimit. Omonia deklaron se nohen mira familje. Rrjeti i njohur i supermarketeve Konad më afër konsumatorit në Tiranë hapen 2 pika të reja me oferta të shumta për klientët. Përfunduam bashkë të nderuar teleshikues, ju falenderoj që ishit me ne. Mirupafshim.